Sultani modern dëhre populli me bukë me racion, Shqipëria e vitit 2025. Në vitin 2025, Shqipëria është një vend i ndarë në dy botë. Nga njëra anë, kemi avionet privat 35.000 euro fluturimi, suitat e luksit, tapetet e kuq të Brukselit dhe Strasburgut. E nga ana tjetër pensionistët që numërojnë fetat e bukës si kapsula ilaçi, nënat që qajnë fëmijët e tyre emigrant përmes videos, dhe familjet që ushqehen me lista në dyqane që nuk do të shlyen kurrë. Në qendër të këtij teatri të shëmtuar qëndron ai që dikur përbënte një shpresë për ndryshim, e që sot është kthyer në një karikaturë të vetvetes, Edi Rama, sultani i Surrelit. Ai që dikur e quante veten artiste rebel, sot sillet si një aktor i të lodhur që ndjek skenarin e pushtetit absolut. Ai fluturon në Europë me private jet, mban fjalime për integrimin dhe luftën ndaj korrupsionit, ndërkohë që mbrapa shpinës së tij, korrupsioni ka mbirë në çdo zyrë, në çdo institucion dhe krimi i organizuar është bërë ortak në qeverisje. Ndërsa sultani i Surrelit shfaqet në samite ndërkombëtare i veshur me buzëqeshje false dhe fjalime të lëmuara nga konsulentët e tij të paguar shtrenjtë, realiteti që ai përfaqëson është një vend që po zbrazet. Një popull që po përkulet në mpeshën e padrejtësisë dhe një ekonomi që ekziston vetëm në PowerPointet e qeverisë. Në këtë maskaradë europiane, vetë kurva e vjetër, siç e përshkruante Fishta Evropën, ka zgjedhur të mbyll njërin sy. Ajo e di shumë mirë se kush është Edi Rama. E sheh qartë se kush është Shqipëria që ai përfaqëson, një vend ku qindra mijëra qytetarë jetojnë në kufirin e varfërisë, ku drejtësia është një dekor pa thelb, ku zëri i qytetarit është zë i mbytur. Por Europa hesht. Për interesa. Për stabilitet. Për marrëveshje të fshehta. Dhe pranon sultanin e Surrelit si artistin e oborrit, si njeriun që flet mirë, që fsheh mirë, që mashtron më mirë se të tjerët. Por asgjë nuk mbetet e fshehur për herë. As lavdia false. As marrëveshjet me krimin. As mashtrimi publik. Koha ka një zakon të çuditshëm, ajo i çvesh të gjithë. Ashtu si që koha e hoqi maskën Sali Berishës, një ditë do të vi edhe për sultanin e Surrelit. Do të shpallet non grata, jo vetëm nga SHRB ose BE, por nga vetë historia shqiptare, nga ndërgjegjja e një kombi që, edhe pse i shtypur, nuk harron. Sepse historia ka një zakon tjetër të errët, ajo përsëritet kur popujt harrojnë. Shqipëria duket sikur është dënuar të harrojë, të pranojë, të nënshtrohet. Por nuk ka mallkim më të madh për një vend, se sa të ketë drejtues që shkelin mbi hallet e qytetarëve të tyre dhe mbështetës që shohin vetëm bukurinë e fjalës, por jo shëmtinë e veprës. Në vitin 2025, ndërsa sultani fluturon, pensionisti përtyp me ngadalë një kafshat buke të thatë. Ndërsa Rama bën ekspozita për veten në Paris, Mira nëna i jepin fëmijëve për të ngrënë vetëm makarona të ziera pa asnjë shije. Ndërsa pushteti vishet me kostume Dior, Shqipëria vishet me turp. Dhe kur historia të shkruhet, ajo nuk do të kujtoj fjalimet e bukura të Edi Ramës, as pikturat e tij pa shpirt, por do të shkruaj për një popull që vuajti, ndërsa sultani i tij e shiste vendin për lavdi të rreme. Dhe atëherë do të jetë shumë vonë për të kërkuar falje.